Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Në këtë 1 qershor, veprimtaritë janë të shumta, ndaj dhe të ftuarit në programin Mirëmëngjes Shkodër janë të ndryshëm. Tani do t'i drejtohemi një organizimi tjetër, një projekti shumë të bukur. Është titulluar Fëmijët për fëmijët. Familja Kolping, e cila përgjatë gjithë vitit organizon veprimtari sensibilizuese, veprimtari arktuese, ndihmuese për fëmijët e kategorive të ndryshme, në këtë prak 1 qershor që kulmon me ditën e ndërkombëtare të fëmijëve, ka organizuar një projekt gjithëpërfshirës, Fëmijët për fëmijët, i cili natyrisht ka tërhequr vëmendjen dhe sensibilizuar shumë fëmijë. Me mua sot në studio është sekretarja e familjes Kolping, zonja Josefina Delia. Mirëmëngjes Josefin, mirë se keni ardhur. Më vjen mirë që je shpesh prezente në programin ton, edhe si specialiste për kujdesis të shëndetit, por edhe si aktiviste shumë e mirë në jetën shoqërore. Atë jam shumë e kënaqur që vi, unë jam gjithmonë mirë kur vi në studion tuaj. Këtë herë vi si sekretare e familjes Kolping. Duhet të sqarojmë diçka që të kanonit sekretare e familjes Kolping, antare e familjes Kolping, është diçka në mënyrë vullnetare. Pra, çdo gjë që ne kena bë është në kuadër të vullnetarizmit. Diçka që ndjehet me shpirt. Po. Por ndryshe për fëmijët nuk do të kishte çdo gjë të dhuruar me dashuri, apo ja? Po. Atëherë, përpara se të shkoj tek pjesa se si erdhi ideja e këtij aktivitetit, më lejo të them se çfarë është familja Kolping. Familja Kolping është themeluar në 1849 nga Adolf Kolping. Ishte një prift me ide pragmatiste, i cili biles një në shprehjet e tia ishte që nevoja e kohës ka me tregu se ç'a duhet me bë. Në aso kohë në Gjermani, në Köln, udhëtarët, emigrantët trajtoheshin keq dhe këtij priftit i lindi ideja që të krijonte disa bujtina në mënyrë që udhëtarët edhe këta emigrantët që të vinte kishin një vend ku me pushu, një vend ku me qëndru. Gjithashtu ai dha shumë rëndësi të rinjve, formimit të rinjve dhe zejtarëve, zejtari, sepse ai vinte nga një familje zejtarësh. Dhe kjo ide është të hequr në disa vende të botës dhe sot numëron 60 shtete në botë që kanë familje Kolping, ndër to bën pjesë edhe Shqipëria. Në Shkodra është pikërisht në Shkodra. Më përpara në 1993 qendra ishte në Tiranë, por më pas u spustua dhe u vendos në Shkodër në 1998. Ishin 2 udhëheqësit e parë shpirtënor ose 2 prifta që patën atë dëshirën që ta sjellin Kolping në Shqipëri, ishte i ndjeri Monsinjor Luciano Agustini dhe Monsinjor Gjergj Meta. Këto pra ishin të parë që prunen në Shqipëri, në Shkodër, këtë shoqat, e cila që në fillimet e saj u kriju një hoteleri pra për të dhënë të zanafillës së fillimit të idesë Adolf Kolpingut dhe më pas u kriju kurse formimit për të rinj, të cilët mësoshin gjuhë të ndryshme, të huaja, kompjuterin e të tjerë. Gjithashtu Kolping në aktivitetet e saj ka ndihmesën për të varfrit. Ajo çdo herë, për çdo muaj, në çdo fund muajit ajo bën paketa që i çon për familje që ne kena tërsa vjet që bëhet ky lloj projektit. Gjithashtu merr pjesë në pelegrinazhe të ndryshme, si për shembull në vendet e shenjta, në Lourdes, në Medjugorje, në Kishën e Laçit. Dhe ideja është të nxjisë rinin të jenë të bashkët, të ndajnë idejna bashkë edhe të krijojnë projekte bashkë. Këto projekte janë gjithë përfshirëse, vetëm për komunitetin e krishter apo edhe për gjithë komunitetin për gjithë komunitetin që njihet se don me bë mirë dhe është në vullnet të mirë, nuk përjashton kërkan e mira dhe dashnia nuk përjashton kërkan. Feja kjo është dashnia. Dhe dashnia nuk përjashton as kërkan. Gjithashtu për të vazhdu pastaj tek
aktiviteti i sotëm. Kolping pati edhe atë projektin që ne kena kanë fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas. Ishte një projekt shumë i rëndësishëm për familjen Kolping, biles aty ajo filloi të marrin më shumë të bëhet më njoftun, sepse deri më sot nuk ka se ka pas një promovim të madh, nuk është bë promovim. Kanë si ata që e bajnë bamirësinë por pa fotografi. Është shumë i rëndësishëm promovimi sepse shpërndan. Jep informacion dhe sensibilizon. Nxitët të tjerët. Për sa i përket projektit për fëmijët, lindi nga takimi jonë i funit, mendume se që do të bëjmë për këta fëmijë, edhe të pas parasysh që të tana institucionet shtetënore në këtë një qeshor kanë me çu dhurata ose kanë me kriju aktivitete për fëmijët në qendrat, në shkolla, në institucionet e tjera shtetënore, kanë me gjithmonë vende bosh. Edhe ne mendume që të paktën, nuk është se kena me mbyll të vende bosh, se kanë me pas gjithmonë vende bosh, por të paktën ta zgjerojmë këtë pjesën e aktiviteteve dhe të prekëm ata familjet më në nevojë dhe të shtëpitë ditore. Pa komunikuam me disa morgesha që kanë fëmijë në gjendje jo të mirë ekonomike, po, të cilët do të sjellin fëmijët sot masdite. Është festa në Kolping, sepse Kolping ka një qendër, ka një pleqar hoteleri, një rezidencë. Po, rezidencë të saj. Dhe aty do të jetë një animator i cili do të merret me datë, t'ju bën shumë të bukur atë masdite. Gjithashtu do të ketë edhe një koktejl të bukur për të shishëm për. Çfarë do të dhurohet sot? Çfarë do të dhurohet? Atëherë, gjithçka si thash është vullnetare. Ne nuk kishim asnjë buxhet për këtë. Biles ne kemi nxjerr edhe diçka nga vetja jonë për me e bë aktivitetin. Në biles gjaj rastin të falenderoj shumë udhëheqësin ton shpirtënor Dom Gaspër Kola, i cili ishte i pari që dha këtë idenë që të nxjerrim diçka tonë bashkë dhe të krijojmë këtë aktivitet. Gjithashtu Flavia Pema është tjetër që unë do më falenderoj, sepse të tonë bashkë, kjo është ideja pra. Bashkimi ban atë fuqinë, të tonë bashkë mund na me bë diçka të madhe. Pak, nuk është se shumë. Ndërsa fëmijët janë protagonistët kryesorë, fëmijët tonë. Edhe unë do më falenderoj të tonë ata që u bën pjesë, sepse jam shumë e emocionuar kur kam hapa ditë dje që shkova për me mbështjell dhuratat, kam hap derën dhe kam pasur që ishte një mori lojnash. Unë jam ekzaltu biles, nga kjo më lind ideja sepse ne bëm me pakut për fëmijët që do të vinë sot me marr dhuratat dhe kanë të pru shumë të tjera. Dhe mendojmë që ta çojmë këtë nizm, këto lojna që kanë të pru do të shkojmë te komuniteti rom dhe do t'ju shpërndajmë gjithsecilit se çka ka të prutan aty në fëmijët që do t'i mbledhim aty, do t'ju çojmë dhurata. Si u mlodhen këto dhurata? U mlodhen në bazë të thirrjeve dhe sensibilizimit të ndryshëm në për media, në për Facebook, ju thamë, prindër të dashur, nxitini fëmijët të tuaj të dhurojnë. Ato lojna që ndoshta nuk i përdoren më, ndoshta i kanë bler për një capriccio dhe nuk losin më kurrë me ta, sepse shpesh herë fëmijët tonë i blejnë për capriccio, sepse fëmijët tonë kanë capriccio ndërsa ata nuk e dinë çfarë është capriccio. Pra kena një disnivel të asaj çfarë dëshirohet. Po. Domethënë, nëse fëmia jem ka 10 lojna, mund të jetojnë edhe me 9 lojna, një lojë mund ta japin për një fëmijë që nuk ka. Natyrisht. E kupton? Edhe kjo ishte ideja. Kështu e shpjegova edhe tim birit, i thash ç'i mënon. Ti ke këta lojna këtu. Sikur vetëm janë të hekum, edhe më bani shumë përshtypje, më ka bërë përmend përshtypje. Fakti që ai zgjodhi pikërisht një lojë për të cilën më ka bërë shumë bujë për me able. Dhe edhe ishte shumë i dashur shumë për të ajo lojë. Po, sepse kjo është ideja që fëmijët ti mësojmë me kanë empatik, që të kenë një të ardhmë empatike, një të ardhmë që din me dhuru, që din me fal, sepse nëse ne jena kaq të dashur të futet në këpucët e tjetrit. Po. Bravo. Se nëse ne falim dhe dhurojmë, minimizojmë shumë gjëra, shumë probleme, qoftë sociale, qoftë ekonomike. Dhe e sensibilizuat një opinion të tërë, apo ja? Po, e sensibilizuam dhe ne hodhëm një poster në formë digjitale, që të shpjeguam se kur është aktiviteti, se çfarë është nisma fëmijët për fëmijët, dhe me të hall ky poster të nesërmen, mësuesja e djalit tem, Mirela Krahi, sapo kishte angazhuar tan klasën që me pru lojna. Ky shembull u tregu për të tjerë dhe mësani ka pas njerëz që i kanë prodhuar të mbështjelluna dhuratat, më kanë për me mahej këtë pjesën që unë kisha me mbështjellë, kanë për të mbështjelluna gati, kanë për të reja, lojna shumë të bukura, unë jam mrekulluar për lojna shumë të bukura. Sa fëmijë janë të ftuar sot në Kolping? Sot ne mendojmë që të jenë të ftuar deri 25 deri në 30 fëmijë.
Ato janë të përzgjedhur nga problemet që ata kanë? Po, janë të familjeve shumë të varfna. Besoj se të tilla aktivitete nuk janë thjesht një ishull, por përkundrazi janë të shpërndara për gjatë gjithë kohës në festa të ndryshme, në aktivitete që ju keni organizuar. As diskutohet në fokusin e Kolpingut janë gjithmonë familjet e varfna. Kjo është ajo që herë mas herët ata bajnë. Do të jepni fjalën pikërisht këtyre fëmijëve, mikrofonin, ajo është ideja. Po, biles me të mbirë të diskutu, ai do të vinë dhe do të dhuratën e vet, do t'ja japin vet, që edhe do t'i thonë që unë po t'jap Batmanin ose Luanin tëm, edhe ti të kemu kujdes tashmë për të. Jam të dalë diçka shtrajt temën. Po, jam të adoptu diçka temën, si më thonë. Edhe po sot po i thosha që ti Henry do të fliç në media, do të thush që çka ki pse edhe këtë dhuratë, pse ashtu dhe ishte shumë i egzaltuar, shumë i emocionuar. E njëjta gjë është edhe një mike jam, Marisa Gjoni, vajza e saj, Onesa e vogël, ka dhuru për këtë fëmijë dhe Onesa do të vinë vetë dhe do të flasin në media se si e ka përjetuar. Do të thonë, janë fëmijë përballë fëmijëve, nuk jena ne, janë ata që kanë dhuru, ata që janë nxit me dhuru, sepse është sfidë në veti me bën një fëmijë me dhuru. Fëmijët shpeshherë kanë shumë vështirësi me ndalojen me tjetrin. Jo më ta dhurosh, mos ta kesh më. Por këtë jam shumë është një gest dashurie jashtëzakonshëm, që do të thotë që të përjetosh çdo gjë të bukur dhe t'ia dhurosh tjetrit. Në fakt besoj se do të jetë një festë e këndshme sot edhe me muzikë, me çdo gjë që do të ndriçojë në jetën e të gjithë pjesëmarrësve apo jo. Po, unë më zi e pres festën sot masdite. Besoj se keni një mesazh për të dhënë, qoftë edhe nga ky nisëm që keni ndërmarrë që nga fillimi dhe që finalizohet sot, por edhe një mesazh që hedh dritë mbi ditët që jetojnë fëmijët. Atëherë, unë kisha me thënë këtë, çdo mëngjes kur çohena, mos të mendojmë gjithmonë se çka po marrim nga kjo jetë, por të mendojmë se çka po japin, sepse tullan ti merr shumë, tulluru ti merr shumë, satisfaksioni që merr gjatë kohës që ti luran nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. Ata fëmijë sot janë heronjtë e lumturisë së fëmijëve të tjerë. Shumë bukur. Besoj se nuk kam asgjë për të shtu, sepse vërtet ky projekt, ky gest dashurie i fëmijëve për fëmijët flet shumë. Ta gëzojnë të gjithë një qershorin, të jenë të lumtur dhe kjo dashuri le të shpërndahet në të gjitha ditët e vitit. Ju falenderoj shumë, Josefin, për këto impulse të bukura jete që sjell gjithmonë në mikrofon, për këtë dashuri që shpërndan në aktivitetin tënd dhe mirësi njëkohësisht. Uroj që kjo ditë të shpërndaj dashurinë më të madhe tek fëmijët. Gëzuar për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit.